mirë se erdhat. Sot është dita për të pastruar fytyrën dhe ne na janë shfaqur dhe ca njolla nga dielli. Këtë jo, unë na shfaqur një njoll, nuk është akne, po t'i afrohesh, nuk e di është njoll nga dielli, nga ky këtu është një çan, por këtu na janë shfaqur disa pika nga dielli. Dhe sot është, unë kam mbushur pajisjen me ujë, kjo pjesa është bosh, kjo këtej është me ujë nga ka tubi dhe kam zgjedhur këtë kokën mesatare sepse unë kam lëkurën pak të ndjeshme dhe të ndryshme në disa pjesa. Dhe sot do e pastroj që kështu, do filloj me procesin, do zgjedh procesin mesatar. Do zgjedh këtë të mesit, do zgjedh edhe këtë pikën, as pikat e mëdha apo më shumë do zgjedh pikat e vogla. Që do të thot, edhe juve mund ta bëni këtë gjë. E shifni pak se si e tërheq ujin dhe nga krau tjetër kalon uji këtej. Dhe siç e shikoni, uji ka filluar. Juve për porosi mund na shkruani në inbox, sigurisht që ka edhe koka të tjera, por që ne nuk i përdorim sepse unë kam lëkurën shumë të ndjeshme. Edhe unë dua ta pastroj sepse kjo pajisje përdoret vetëm një herë në javë ose 2 herë në javë në varësi të lëkurës. Për ato që kanë akne dhe gjëra të tjera, mund ta përdorin edhe 2 herë në javë. Sepse kjo pajisje bën të mundur të gjithë pastrimin e lëkurës së vdekur. Prandaj për juve që jeni të interesuar për ta blerë, na shkruani në inbox. Sigurisht ne shumë shpejt do bëjmë dhe një giveaway dhe mund të zgjedhim 3 persona për t'ia dhënë falas një pajisje të tillë. Unë do vazhdoj pak me këtë procesin tim deri te pastroj dhe pastaj do t'ju them se me çfarë kremrash e bëj. Kremrat zakonisht u kam treguar. Gjithsesi, për porosinë shkruani. Ju dua.